Kryeministri do të ndryshoj kukullat e butikut në butikun e Partisë Socialiste. Mirë, këto ka të bëjë me ndryshimet brenda radhëve, ti po flasim për kërkesat Nuk do të bëj asgjë. qytetarëve. Në një shoqëri demokratike dhe të pluralizmit, ai që gabon largohet, nuk restaurohet vazhdimisht. Pra nëse themi ne që Edi Rama gabon dhe Edi Rama vjedh dhe Edi Rama abuzon me pushtetin, ne nuk mund presim përsëri që tjetë Edi Rama ai që do ta shpërlaj vetën e vetë. Në shoqërinë demokratike, kryeministri largohet dhe jepet mundësia dikujt tjetër për qeverisur. Ne duhet kuptojmë diçka. Ky vend na përket të gjithëve. Edi Rama dhe Sali Berisha, edhe pse kanë sot momentalisht vota, nuk do të thotë që janë pronar të këtij vendi dhe mbi gjitha, nuk do të thotë që ne duhet i njohim si pronar. Ne kemi vetëm diçka në dorë, tu themi jo, nuk ju njohim Shqipërinë si pronë dhe nuk ju njohim ju si pronar dhe nuk presim zgjidhje për jush, sepse ka 13 vjet ky që sakaton dhe shkatron shtetin dhe pas 13 vjetëve thotë zgjidhja jam unë. Nuk mundet ndodh. Kjo ndodh në diktatura dhe në sisteme autoritare, por në shoqëri demokratike kryeministri duhet largohet.